3 persona janë arrestuar nga policia e Vlorës të dyshuar si autor të një rasti kanosjeje me qëllim zhvatjen e një shume të konsiderueshme parash dhe marrjen e një automjeti. Operacioni policor i koduar Strajk ka çuar në pranga shtetasit Mahmut Balikçi, Alteo Grabovaj dhe Mehmet Hoxha të moshave 22 dhe 26 vjeç, të 3 banues në qytetin e Vlorës. Sipas hetimeve paraprake, këto shtetas dyshohet se kanë kanosur një 30 vjeçar duke i kërkuar 30.000 euro, ndërsa gjatë ngjarjes kanë arritur të marrin edhe automjetin personal. Ngjarja është denoncuar nga veti dëmtuari, i cili ka kallëzuar në polici se gjatë qëndrimit në një lokal në Vlorë është afruar nga 3 të ri, të cilët e kanë kërcënuar dhe më pas i kanë marrë parat dhe automjetin. Menjëherë pas kallëzimit, shërbimet e policisë së Vlorës kanë ndërhyrë duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar si dhe sekuestrimin e automjetit të grabitur. Mjetet, materialet procedurale dhe dëshmitë e mbledhura janë referuar prokurorisë së Vlorës, e cila do të vijojë hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes dhe përgjegjësive ligjore të arrestuarve.